Si mori fund kjo fjalë, Skënderbeu, jo se si ishte i prerë në mendimin e vet, po sepse kishte zakon që të mos bënte asgjë, pa u këshilluar me ushtarët, i ri kapedanët dhe krerët, dhe e shoshiti fort e për një kohë të gjatë. Me ta çështjen a duhej shkuar pas venedikasve, dhe ai duhej shpallur luftë për jesit otoman. Të gjithë e gjetën me vend se nuk duhej ndezur në asnjë mënyrë lufta kundër otomanit. Gjersa ai i shmangi i shpalljes së luftës haptazi Skënderbeut. Dhe gjersa e kish kthyer prap pjesën më të madhe të plaçkës, të cilën, siç e pohonte ushtarët e tij, e kishin rrëmbyer prej tokave të Skënderbeut, si me shaka dhe më fort ka një farë pafrenësie ushtarake. Prandaj, përfaqësoi një si venedikas, pasi mori përgjigjen dhe kuptoi mendimin e tyre. U largua gjersa mbaroi punë, fort i pikëlluar nga Skënderbeu, dhe shkoi tek Palëngjëlli, kryepreshkopi i Durrësit, që e dinte se gëzonte besim e respekt të madh nga Skënderbeu dhe nga Skënderbegasit, dhe se kishte influencë të madhe mbi ta. Ai sa s'kish gjë, sa do, të madhe dhe të vështirë, për të cilën ai të mos u ambushte mendjen, po të donte. Me qëllim që të provonte, në dëshironte kryepreshkopi, të merrte përsipër mision që të bisedonte me Skënderbeun dhe krerët e tij, për të shpallur luftë otomanit dhe për të rrëmbyer armët kundër tij. Ai shkoi tek ai me shpresë të sigurt se do të arrijej që Skënderbeu të anonte leshk të bashkë me ushtarët nga mendimi i venedikasve. Kryepreshkopi, si njëri që kishte respekt të madh për venedikasin, shkoi me njëherë për tek Skënderbeu. Ky kryepreshkop ishte e periot nga qyteti i Drishtit, biri Andrea Angjëllit, për të cilin orën më lart, buri pa isur me mendje shumë të lartë dhe me zotësi të rrallë, për të folur me detyri si askush dhe i vaditur me letërsinë e shenjtë dhe humane, si grek, si latine, sidomos i shquar për reptësi në jetë dhe në zakone. I flakt për fenë e krishterë, burr që Skënderbeu e mbante mbi krye për maturinë, kulturën dhe pastërtinë e jetës, që respektonin dhe ndigjonin si ndonjë orakull gjithë periotët dhe arbërit. Sa po vajti te Skënderbeu, lodhi në kuvend gjithë krerët dhe ushtarët skënderbegas, dhe filloi të ambushte mendjen për luftën kundër Mehmetit, me një fjalë të tillë: pa të bardha dhe fort të lumtur janë ato republika, mbretëri dhe shtete që qeverisen nga njerëz me të mirë, më të ditur. Pohon më të madhe hynori Platon, o princi pathyeshëm. Në kohën e sotme, ne e shohim qartë si drita se këtë fat e kanë pasur arbërit tanë, të cilët qeverisen prej teje që je vetmi princ aq i ditur, aq i mirë, e kapedan i pathyeshëm. Prandaj jo pa të drejtë të kanë zgjedhur ty, të vetmin kapedan, trim dhe komandant të pashoq, si të dërguar nga qielli për ta. Gjithë mbretërit dhe princerit e afërt dhe fshinj rreth e qark, që të mbrosh shtetet dhe mbretëritë e tyre nga tërbimi otoman dhe nga egërsia barbare. I gjerë më sot i ke mbrojtur këta gjithmonë për bukuri, e për mrekullim me armë e mençurisë tënde, dhe me trimërinë e kapedanëve dhe të ushtarëve të tu. Mirëpo tani, Mehmeti, cili e shikonte këtë gjë, po si ngritës, më i rrahur dhe ndjekësi më i tërbuar i fesë së krishterë, i jetur për të shprehur me egërsinë e vet urrëtien e kopshme që i zinte nga brenda kundër krishterimit. Ja ka arritur që të lidhet besë me ty dhe që të biesh ti në marrëveshje me të dhe të japësh fund luftës për të mos e dëmtuar me armët e tua, cilëva kishte frikën fort. Prandaj ai i pranon me lehtësi të gjithë kushtat që të pëlqyen ty. Por vaj me det, o princi pathyeshëm, kush nuk e sheh se barbari i bëri të gjitha këto me ty, me besë prej barbari, dhe se filloi paqen me ty me dignakërim, me qëllim që t'i qëronte më parë mbretërit dhe princerit e tjerë fshinj me ty, pastaj t'i kthente armët kundër teje, sikurse edhe bëri.
Dhe me të vërtet, ku janë? Ku janë princerit Rashian? Ku janë mbretërit ilirik? Ku iku mbretëria e Konstantinopolis e Trapezunit? Më në fund, pasi e çori marrëveshjen me ty, pasi shkeli besën, ai është kthyer tani kundër teje. Ai ka plaçkitur tani, anë mban vendin tënd. Latët e tu po i turbullon dhe po i trondit fort me mësymje të paprera. Por kush mund ta rrëfej si duhet o princ fort bujar? Urrejtjen e pamas të këtij tirani shnjërzor kundër teje. A mos kujton se do të ri pa u shpaguar për vdekjen e Tet Murati, për këtë ditë e përvajshme të ushtarëve të vet, për vrasjen e kapetanëve dhe komandantëve të vet. U zëbes fjalëve dhe zotimeve të tia, pranon shfaqësimet e tij, mos do të ta mbaj besën që kurse ka patur dhe që askujt gjërë më sot si ja ka mbrojtur. O Perëndi e mirësishme, e kush do të mund i tregonte ndonjëherë me fjalë turpet e këtij tirani e gërsirë. Dhe unë mendova do të kish kop t'i kaloja këto në heshtje, sepse është me të vërtet një farë kënaqësie të shpërthesh kundër krimit dhe ligjësisë dhe të vesh në dukje autorët e kobeve e të krimeve dhe t'i quash ata me emër. E qëllim që të tjerët të meruar, të qëndrojnë larg pajeve dhe turpeve, sikurse virtyti e të drejtë nuk duhet të lihet pa u lavdruar, po ashtu as zvesi duhet të lihet pa u sharë, sepse nga të dyja vjen i njëjti fryt, si nga të mirët që janë për të lavdruar, si nga të këqijt që janë për të sharë. Kështu është e drejtë që të shaher gjithë të ligjt dhe të poshtër. Por ky tiran Mehmet duhet të përbuzet aq më tepër, sa më shumë mua kalon të tjerëve dhe spikat mbi ta, por nga prapësia. Jetën e këtij zakonet dhe veprën, me qëllim që t'i njohësh dhe të urish larg, unë do ta përshkruaj sa më shkurt dhe sa më përmbledhur. Mehmeti rrjedh nga një familje shumë e ulët dhe urzes dhe nga prindër fort të përbuzur. Nga raca më e keqe e barbarë, që ka zakon, të ndërroj gjithmonë vend, dhe më të vërtet, gjersa skythasit me otik janë më të ligjt e barbarëve. Ai quhet i lindur nga një familje edhe më e turpshme dhe më e ulët, sepse skythia është krajinë e tij, kurse vendi ku e ka zanafillën shtëpia apo familja e tij është fshati Otmahan, njerëzit të cilit kënaqen të jenë skllëvur. S'ka gjë më të turpshme, më të ulët se paraardhësit e tij. Ashtu Murati, i ati i tij, cilit sipas sërës nuk i lejoi as pak të mbante pushtetin, derisa ishte nga familja otomane, e cila kishte lindur dhe ishte e destinuar gjithmonë për skllavëri. I shtiu në dorë shtetet e Aziz dhe mbretëritë e tjera, ku rit e ushtri kudo me anë të mashtrimit dhe të krimeve. Ai e shpuri shtetin e vet, të nisur me krime të ndyra, aq larg, saqë tani po vuan nga madhësia e vet. Por që të kaloj, edhe në karakterin e tij, Mehmeti është njeri me fuqi të madhe shpirti e trupi, por me brumë të keq dhe të svetruar. Armik i racës njerëzore dhe armik i yni përbashkë. Gjak derdhës, krye kriminal, kryet e gjithë veseve, shkaktar i vdekjes dhe atë i gjithë të këqijave, vrasës i pangopur i njerëzve. Ai, i lindur prej prindërish të tillë, ka qenë gjithmonë dhe aq i zvetruar dhe i paqëndruar nga hera, besnik, shfrenimit dhe shtatëzërisë barbare. Që në të ri, ai ka pasur për zemër luftrat, vrasjet, rëmbimet, grindjet dhe me këto e ka ushtuar lirinë e vet. Njeri i pacit, dinak, paqëndrueshëm, që shihet për çdo gjë, lakmonjës i gjës së huaj, që digjen në dëshirë, që kërkon gjithmonë gjëra të pamasa, të pabesuara, të paanë. Lakmia për pare së pari, pastaj për pushtet, është rritur, sa s'mund të thuhet në të. Mendja e zhytur në zvetërime dhe në epsh, por rrëthyes i patutur, shpikës vesesh me të cilët edhe vetë natyra të merojnë. Ky është ai Mehmet që i preu kokën të vllait nga lakmia për të mbretëruar.
Jo vrau me të pabes princeri Drashan, mbretin e Bosnjës, pjesërisht tiu në sklavëri dhe në robëri të afërmit e vet. Pjesërisht u hoqi dritën e syve apo i sakatoi në ndonjë pjesë të trupit. Ç'të them për të tjerët kundër të cilëve ai ka provuar gjithë farët e mundimeve. Ai duket pa dyshim se po të mos kishte të tjerë, dashuri dhe me tërbime e gërsin kundër vetvetes. Me të vërtet, ajo natyre e egër dhe urrejtje e tërbuar, s'mund të ketë kur të ngopur. Shpirti ndyrë, ndaj perëndive, armik ndaj njerëzve, ai gjithmonë mendon për rënime, miqësitë, armiqësitë i bën jo për nevojë, por për interes. Ai s'mban gjekundi mas, modesti. Veprimet e shëmtuara dhe gjakësore kryen kundër miqve dhe të nënshtruar. Paltoret i zhvesh, gjersa e shenjta i dhunon sheshet e menjat. Çdo gjë e ndyn e rëmben e grabit. Ai s'dallon, ai përzien turpin, pastërtin, gjërat hyjnore, gjërat njerëzore. Nuk i futi të gjithë pothuaj në zgjedh, nuk i shojti, nuk i sklavroi kundër beslidhjeve. Se çuditesh pra, o princi i nderuar. Nëse Mehmet i bestyesi nuk ta mban besën. I molepsur, me gjithë farë vesesh, ai po i vazhdon ato krime e fisit dhe pabesinë e trashëguar. Prandaj mos i zër besë tiranit, mos u qëndro fjalëve apo zotimeve të tia, por hiq dorë në çdo miqësi me të, me paqen, të cilën ai e çori dhe e shkeli i pari, quhet e shkelur e mos e lër, për hir të kësaj lufte, kundër ti për më vonë. Ki mendjen për vete, për mbretërinë, që të mos të shtrydh ty dhe njerëzit e tu, me prita e dredhi barbari. Asgjë nuk mendon, asgjë nuk kurdis, ajo del për e zvetruar, veç se si ta shtrier në dorë dhe t'i bëj gropën fesë së Krishterë, për të cilën ti, si që di, je zëtuar të derdhësh djerës e mund, dhe je betuar e shpesh më kujtohet se ke thënë që je lindur e krijuar për ta ruajtur e mbrojtur atë. Mos të vijë rënd, por përse hoqe dorë nga armat? Përse je hoqe fillin fesë katolike të ndrydhur tani më nga Tirana, ndërsa ushtarët e tu po harbohen së ndenjuar? Përse e le mënjan të mirën e përbashkët? Përse ju shmange luftës? Përse u ndave nga të tjerët? Mos kujton se nga kjo do të kesh si pasojë ndonjë rrezik të vogël për gjendjen tënde. Kapetani vjetër trim mbi trima në luftë, të rish duar kryq, okë shturp të shoh, kush tani të bjerë në plagështi e në kotësi. Ajo mendje gjallë e një prijesi, dikur aq të madh. Por Mehmeti i miku yt nuk fle, nuk kalben në plagështi. Ato se zë gjumi, ai punon, ai shpejton që të dhunoj ungjullin e Krishtit, që të përmbys anijezën e pjetrit dhe të shqyej dhe të bëjt copë robën e Krishtit, duke ndjekur gjurmët e të parëve të vetë dhe traditat e paseduesve të vetë, i cili ka urdhëruar që emri i Krishtit të ndiqet si urryer e profan me egërsinë më të madhe dhe gjaku i pafajshëm i të krishterëve të dërdhet pa mëshirë. Prandaj ky tyran, fenë e krishterëve, e ka ndjekur gjithmonë, në krahasim me të tjerët, me egërsinë më të madhe. Në qoftë se ti o princi pathyesh, nuk hedh tani ushtarët e tu kundër ti, në qoftë se nuk i nxë forcat kundër ti, në qoftë se nuk i shpall luftë, të gjithë pa dyshim do të quajnë frikacak, të trembur, gjerë në palc, dhe të rënë në plogështi. Apo nuk e di se si janë përbetuar kundër ti gjithë mbretërit dhe princerit e krishterë, bashkë me papën ton të shenjtë Piun, koka më e lartë e gjithë botës. Ta kanë vendosur që ta ndjekin gjërë në pikën e fundit, dhe ta nxjerrin me ndihmën e Zotit jashtë nga Europa. Urdhri i papës ka dalë tani më dhe ka marrë dhënë e po mbahet në gojë nga të gjithë të krishterët. Qëllimi i tij është që mbretërit dhe princerit e krishterë, të cilëve u falin gjunahet të dalin të gjithë dhe të nisen sa më parë bashkë me papën kundër mbretit të fuqishëm. Prandaj Venedikasit e tu, bashkë me princerit e tyre dhe me tërë senatin, e gaditje toksore dhe vetare, të bashku me papën tonë, po të grishin e po të lusin,
për këtë fushat kundër Mehmetit. Edhe po të vënë në krye të parin, po të vënë në krye Prijes kapetan dhe komandant të përgjithshëm të gjithë ushtrisë së Krishterë. Dhe Papa ka vendosur që sapo të kaloj detin dhe të hyjë në Durrës, të shpall mbret të arbërve dhe të epiriotëve, si i denjë që je, mbi të tjerët për të marrë në dorë drejtimin e përgjithshëm të kësaj lufte. Ç'po bën pra o Skënderbej, princ fort i lumtur, shpret, mos duhet lënë në arrest për gjithmonë lufta dhe armët. Mos duhet pranuar zgjedhja, apo mos duhet t'i lëshojmë rrugën në trimëri e në durim këtij armiku me të cilin po luftojnë për pushtet dhe gjën më lartë. Grehu, zgjohu veten dhe forcat e tua, thiri kapetanët dhe komandantët e tu. Blidh kombet e popullit nga çdo anë, ftoi mbretërit dhe princit fshin, aleat të tu, rreshtoi radhët dhe legjionit, shko pas gjithë besnikëve që janë mbledhur dhe pas gjithë të krishterëve që janë bashkuar. Bindi u papës, siguro faljen e mëkateve për vete dhe për gjithë ushtrinë tënde. Ja, venedikasit e tu më kanë dërguar që të t'i them këto, që të tëftoje të nxis të hedhësh forcat kundër forcash, flamuj kundër flamuj, ushtri kundër ushtrish, sepse princerit venedikas, siç e di, janë fort besnik të Krishtit dhe shumë zemërmirë, të parët nga fuqia në tokë e në det, që zotohen ty dhe të japin arë e argjend më shumic. Prandaj ti, o Skënderbej, me të vërtet dikur Skënderbej, ti i pari krenar e princerve, shpalli luftën barbarit me forcat e tua, sulmoi viset, kallit merin dhe datën armiku, i cili të ka ngacmuar. I pari duke thyer beslidhjen, duke shkelur besën dhe paqen. Se ligjet dhe mbardrejtësia lejojnë bartësin me të madhe, që nuk i duhet mbajtur besa atij që se mban. Me guxim, vërnë në krye të ushtrisë së Krishterë, sulmoi armikun i pari, shpalli luftë të përgjithshme e barbarit, dhe gatit rrugën papës, sepse ja, pas teje, po vjen Piu, po vjen venedikasit e tu, po vjen francezët, spanjollët, belgjianët, hungarezët, boemët, poleponezët, italianët dhe gjithë të krishterë. Kështu nuk mund të ndodhë që barbari të ketë fuqi, të bëj ballë gjithë këtyre mbretërve dhe princerve, gjithë këtyre forcave dhe ushtrive. Prandaj i do të marrë me një herë ratin dhe të lërë Europën, për lartësia s'ka për t'i vlejtur Otomanit, as dredit, as pritat, as dhe elbërit e zakonshme s'kan për t'ia lehtësuar punën. Në fund duhen hapur syt e duhen mbledhur mirëmendja, sepse Mehmeti Dinak, e të rënë në erë këtyre të gjithëve, do të dërgoj me një herë tek ti përfaqësonjësit e vet, me qëllim që të dhel dhe të bëj të heqësh dorë nga armët, që ti mbahesh paqes së dhënuar prej tij. Por ti mos e dëgjoj atë krijesë të keqe. Mbylli zëri veshët para dhe leve të tij. Që ti e di tani më karakterin e tij. Ja ke marrë mjaft erën dhe i ke fare mirë të qarta si askush tjetër dhe elpërit e fisit otoman.